لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, mirënjohjet, falënderimet, lartësimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falenderojmë për ti falje, udhëzime, mbarësi, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira, më të përsosura mbi njeriun më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik dhe të ndershëm, familjen e tij të pastër dhe gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, duke i shoqëruar edhe me komente të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në mësimet të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu teala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, të cilin libër e ka përmbledhur me hadithin nga Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe fjalët e sahabeve apo ndonjëherë radhë edhe nga tabiinët, për të qenë një strumbullar, një referencë e mirë e muslimanëve për edukim dhe tërbije në çdo fushë dhe në çdo pikë të jetës së muslimanit. Andaj ne kemi marrë një varg kapitujsh dhe tani do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala te kapitulli që kemi mbet në xuman e kaluar. Jemi në kapitullin e lutjeve dhe duave të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush e përcjell me vëmendje sheh se ky kapitull është i gjatë. Është gjatë shumë, disa ligjërata, nga se disa kapituj e ka vazhduar Imam Buhariu kapitullin e lutjeve. Dhe kjo nuk është bërë rastësisht. Kjo është bërë qëllimisht për treguar Imam Buhariu se ajo me të cilën dallohej dhe shquhej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte lutja. Dhe në fund do të arsyeton këtë zgjatje të kapitujve të lutjes me një kapitull të cilën do ta titullon Vlera e lutjes. Dhe se lutja është palca e ibadetit. Madje në definicionin e shirkut, të definicioneve të ndryshme, të gjitha sillen rreth mos veçimit të dikujt tjetër përveç Allahut me lutje. Nga se lutja është ajo e cila e karakterizon dhe e veçon adhurimin, ndërkohë që gjërat tjera precisive kanë mundësi të jenë të përbashkëta mes Zotit dhe njeriu. Sikur që ta shohim friga, njeriu mund frigohet prej Allahut, po mund frigohet edhe prej njeriu, dhe kjo është e përbashkët. Mund të kesh shpresë te Allahu, po shpreson edhe te njeriu, kjo nuk i bë shirk. Mirë po, njeriu nuk e lut njeriu, nuk bën dua ataj, nuk i drejtohet me lutje, dhe kjo është pjesa e adhurimi, si do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Hadithin e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu rahimahullahu teala për treguar vlerën e lutjes është nga hadithi i Ebi Ejub al-Ansari radhiyallahu an, i cili thot qala rajulun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Një ditë për ditëve një njeri vjen te pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi që namazi kishte filluar. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wassalam e fillon namazin, drejtohen safat dhe hyn namaz. Pas një kohe, një sahabi tjetër, këtu nuk kallëzohet cili është, vrapon për ta zënë namazin, por vonohet. Dhe kur vonohet, apo ajo vrapimi ja çrregullon frymën dhe e zë safin, e zë namazin. Kur mrin në saf, nga ndjenja e falëndërimit dhe shukrit dhe shqyqirin ndaj Zotit Madh te bareke ve teala, e shpreh një fjali. Cila është ajo fjali? Thot kështu, pra lidhet në saf dhe flet dhe thot alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Thot alhamdulillah hamdan kathiran, hamd për Allahun, falëndërime pa ndërprerje. Tayyiban, një falëndërim të shumt, me shumë mirësi, me i mirë dhe me shumë bereqet në ta. Atëre, kër e kry namazin pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot men sahibu hadhihi al-kalima au men sahibu al-kalima.
Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush është zotëria që sa fjalije? Kush e tha që të laf? Apo dhe zakonisht të folurit namaz, shumë prej sahabive fillimisht nuk e kanë ditë që nuk lejohet me fol derisa kanë zbrit ndalesat për të fol namaz. Dhe kjo ka qenë prej shkallëzimit në edukim. Atëra ky mendon se gabova, nuk u dasht me fol, edhe pse fjala ka e mirë, po nuk u dasht me e thanë këtë fjalë. Atëra faseket wa ra'a annahu hajama min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in karihahu. Dhe mendon ky sahabiu thot, pas ta bëu diçka që sa dosh me bë. Dhe shiko këtë disiplinë. Megjithëse pejgamberi sa në fund do ta lavdron. Mirpo sahabiu shqetësohet, thot, do shta bona diçka që nuk u dasht me bë, dhe nga frika, nuk tregon. Nuk e sa afat për mas, apo neve na ndodh shpesh, kujta të cingru telefoni, Allahu alem, na jerat kena me morvesh, kush ta ka shqetësue, s'kallzon, flet, ban zhurm, nuk kallzon, mirët vesh të akhirat. Dhe çfarë do sahabia mundohet me fsheqim, e thash një fjalë po, Allahu më fal. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, cili është ai se fjalë të mirë ka thonë? E kur i thot cili është ai se fjalë të mirë ka thonë, atëherë normal se njeriu për të mirën e deklaron dhe e publikon. Atëherë qala rajulun ana arju biha alkhair. Atëherë u ngrit një njeri dhe tha, unë ja Rasulullah, po nuk dashta me thonë pos khair, nuk dashta me bo keq, po u vanova. E kur e mrinë në saf, e thashta alhamdulillahi hamden katiran tayyiban mubarakan fi. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, walladhi nafsi bi yadi, betohem të ai i cili shpirtin ta me kondorën e vet, te Allahu subhanahu wa taala. Ra'aytu 13 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jall. Thot pasha Allahun e madh i cili e ka dorën e vet shpirtin tem, i kam pa 13 melek duke vrapur dhe duke nxitu, cili melek më herët ka me e marr për me ja ngrit Allahu subhanahu wa taala si vepër e mirë. Domthon as fjali e mirë e thurur nga ana jote, sa që 13 melek i kam pa duke vrapu njëra pas tjetrës, cili melek pa e kap këtë fjali dhe t'ja jep Allahu subhanahu wa taala si vepër të mirë. Kjo është prej haditheve të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka miratu një dua, një lutje, një formulim të lutjes dikujt tjetër. Tu ka disa prej dobive, do t'i përmendim shkurt që të kalojmë tek lutjet e tjera. E para prej tyre cila është, kanë diskutuar dietarët a lejohet njeriu në duat e tij të përdor formulime vetjake, personale, individuale, apo duhet t'i përmbahet asaj e cila ka ardhur në Kur'an dhe hadith. Do më thënë, për shembull e morëm në gjëratën e kaluar, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kjo dua është Kur'anit dhe hadithi. Ti vetëm e përsërit të njëjtën. Tani dietar nga ky hadith çfarë kanë thënë? Lejohet që njeriu të përdor lutje të cilat i formulon ai. Pra, fjalin e formulon ai. Dhe argument është se ky sahabi vetë ka formulu fjalin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, e ka formulu vetë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka miratua. Pastaj kanë përjashtuar nga ky formulim diçka e cila vjen ndesh me formulimet kuranore apo profetike. Pra mos jetë ai formulim i cili i bëhet tek njeriu bazë. Po tonë që këtë dua e bëj sa herë për veti. Edhe na pyesim për shembull, ku e ke marrë këtë dua? Thotë unë vetë kam formuluar këtë dua. Lejohet njeriu me formulu dua një herë, ndonjëherë, lip, ndonjë kërkesë. Ama jo më u bë ajo sunet tradit, por duhet të jetë ndonjëherë e her pas hershme, duke mos qenë e vetmja. Tjetra prej dobive që i kanë nxjerr dietarët nga ky hadith është edhe se pejgamberi alayhi salatu wassalam, shiko, ka pyet kush e ka thënë dhe nuk është paraqit. Pse nuk është paraqit? Nga se në bazë feja merret nga sahibu sheria, nga ai i cili ka pru sheriatin. Ç'a i bie kjo? Ai i cili ka ardhur me sheriat është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai ka thënë çka bëhet, çka s'bëhet. Për këtë arsye, ky sahabi nuk është paraqit.
Pse nuk është paraqit? Për shkak se ka mendu se unë e thash një fjali, megjithëse fjalia ka shumë e mirë, por kjo nuk është që më përket mua, kjo i përket pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj shiko këtë frikën e sahabive që mos sjellin diçka risi. Frika e sahabive që mos sjellin diçka risi. Andaj kur i ka thonë me sahibul kelime, kush e tha këtë fjalë? Është frigu me kallxue, se mos e pruna do një bidat, do një risi, do një cen që nuk i përket fejes. Kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ama i veç hajër të mirë e ka thonë, atë është paraqit. Andaj frika e sahabive ka qenë shumë e madhe që mos të fusin në fe diçka çka so be feje. Dhe njerëzit shpesh nuk e kuptojnë këtë punën e bidatit. Apo megjithëse kemi njerëz që teprojnë në alarmimin kundër bidatit, po kemi njerëz të cilët nuk e çojnë kokën fare për risitë e fejes. Apo për shembull, a letin veturën tane, a leti për shembull në shtëpinë tane, senet të cilat ti nuk janë tuat ato. Atë lejon ti për shembull mekaniku, mjeshtri, me thonë, unë po dua edhe çka drasën që tu net nejet e motori. Ai thotë, po kjo e prish. Po kjo nuk ka, kjo jashtë mjeteve të motorit. Jo net nejet çka drasa që tu. Edhe një 2-3 trunga të drunve net nejnë që aty. Ç'a thot ai? Ai çka e di? O thotë, këtu duhet me nej teli hol. Këtu duhet me kanë gjithçka e caktuar nga ai i cili e ka rregullu këtë motor. Shiko, çdo sen, nëse javnon një sen shtes, nuk funksionon. Nuk funksionon. Apo, andaj edhe feja, ma në men këta të ndërum gjëmat, feja funksionon dhe jep efektin, dhe bereqetin, dhe mirësien, dhe begatien, kur ti nuk shton ta. Mos shton ta. Veç ka ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam. Apo, andaj shiko, ne shpesh arimi mësu, pa abe se sa kur gjon kjo, pa i për të mire ka, po për të mire ka. Apo, ti amun është me thanë, ej, dim në qysh me nëzhe e kërën, ti shtim të drum. Jo, nuk shtim të drum, dhe e ka klimën e vetë, nëzhe e të ndryshe. A ti e mësu vesh me drum, po nuk shkon këtu. Andaj, shikot, çdo sani për shtatët, formulimit vetë, strukturës vetë, edhe feja. Feja ka Kur'anin, feja ka hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ulemat i shlojnë reflektorat e vetë për ta kuptu këtë shpallje. Jo për shtun ta. Ulemat nuk shtojnë, shikot, kjo sahabi, sa paraqit se ka thonë, është e tepërt kjo. Andaj, shiko, duhet kemi kujdes që fejen ta marrim pastër, nga burimi kullum, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vini re dobis tjetër, të ndërum xhamat. Pejgamberi alayhi salatu wasallam çka tha? Tha, let paraqitet pra kush ose ai mirë ka fol. Kjo ka qenë traditë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, që jo vetëm me kritiku dhe me çurtu, po edhe me lavdru. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, pejgamberi jon alayhi salatu, po ka pas rasti ka thënë njëri, kjo gabim o, kjo nuk ban kështu, për me mësue. Mirë, po në këtë rast çka tha? Shumë fjalë të mirë ka thënë. 13 melek kanë ngaru cili pe ka. Cili pe ka. Kjo çka argumenton të ndërum xhamat? Se shpesh herë te ne nuk funksionon lëvdrata. Apo nuk funksionon lëvdrata. Për shembull, thot e kanë mësu përmenç plot për njerëzve, thot mos e lavdron sin si ja thënë kurrizin. Ose është sikur mi gjujt pluhën si, këta e din përmenç. Dhe as një mirënjohje lëvdratë nuk e jap si cili çka meriton një lëvdratë. Ajetet e kritikës dhe hadithet i zbatojnë më njerë. A do të me të kritiku, po. Do të me qërtu, po. Ama personin fjalë, nxansi, kushdo kokë, punëtori, fëmia, gruaja, bashortja, nana, me ja thonë një fjalë të mirë. Çka tha alayhi salatu wassalam? Falam yakul illa sawaban. Mos frigohet se fjalë të mirë ka thënë ai, pastaj e lavdroi. Andaj lavdrata është prej shtytësve që njeriu me vazhdu vepra të mira. Që njeriu me vazhdu vepra të mira, dhe po nuk u përdor lavdrata njeriu thyet. Nëse për shembull e bën fëmia një punë të mirë, do ti hiç asnjë fjalë çka thu. Po ti ja hub këtë motivin atij, ja hub këtë vullnetin atij, më ja thonë fjalë të mirë, të lumt, vazhdo çështu, shumë mirë çështu, që mi kallzu që kjo është shina e veprave të mira, ndërkohë që ne vetëm e them a ki gabu diçka, nuk është kështu në rregull. Apo, andaj njeriu duhet ta përdor lëvdratën në vendin e vet dhe kritikën në vendin e vet. Pastaj
pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lavdru kët sahabi, i cili e ka thonë këtë fjali dhe me lekt kanë vrapu se cili prej tyre po e nxen i pari. Hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që ka transmetuar Anas ibn Malik radhiyallahu an, thot kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha arada an yadkhula al-khala qal Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Vini rejtë ndëruar xhamat. Në fe nuk ka marra me bot keqen, jo me mësut keqen, edhe kjo dallon. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabit edhe ku të shkojnë në nevojtore, Zoti ju nderoft, çka më thon. Dhe njeriu është qenje e cila ngarkohet dhe shkarkohet. Apo ngarkohet kur habuk, shkarkohet në nevojtore. Pse i thonë nevojtore? Se është nevojë patjetër me dalë dhe me u shkarku dhe me nxjerr të keqen e asaj çka e ka përdor. Tani vendi nevojtorës nuk o vendi i ndershëm, nuk o vend ku njeri ban neja ti mezhlis, apo dhe pse do bajnë mezhlisa. Ja ti mrena apo e pi një paketë sosat apo. Edhe menon. Ka njerëz thonë, o gjo më vinë me një me muë, vinë me një me bashkë me ato qerë qka nuk i sheti, apo runa zot për ati me menimeve qka të vinë ati mrena. Shiko pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka trajtue këtë vend. Çfarë ka thënë Anas ibn Malik? Na mëson te pejgamberi alayhi salatu wassalam që kur him në nevojtore çka më thon? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Allah, para se me i kërkoj mbrojtjen tënde nga khubthi wal-khaba'ith. Çka khubthi? Nga dytësira. Disa dietar ka thënë nga shejtanët, mashkull dhe femër. Edhe shejtan të presin. Andaj ka qenë prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam që kur ka hinë në nevojtore e ka shpejtue. Na hina me procedura du me nejtë gatë, thot mënena. Allahu na ruaj, se nuk e dim sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atje sa më shpejt, sepse ka shejtan, të cilët mundohen me shqetësue, me të ngarkue, me ta turbullue atë qenjën tanë dhe stabilitetin tanë. Andaj prej lutjeve që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që para se të hynë në nevojtore ka bo dua. Ka bo dua. Çfarë dua e ka bo? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Allah, kërkoj mbrojtjen tane nga dytësira dhe të ndytat. Dietar kanë thënë e ka përdor edhe mashkullore edhe femrore për shkak se ka mundësi që të jetë kuptimi e xhinet prej mashkullve dhe prej femrave. Pra në kuptim të përgjithshëm ata të ligat dhe të këqija të cilët kanë mundësi me e ju ngjit besimtarit gjatë kryerjes së nevojës së tina. Dhe këto hadithe i gjeni tek mburoja e muslimanit. Nga se disa prej hadithet janë shumë të gjata dhe nuk kemi mundësi mi shpjeguar për shkak të gjatësisë së tyre. Për shkak të gjatësisë së tyre dhe na merr nga fokusi i librit të Imam Buhariut. Andaj detajet të këtyre haditheve i gjeni tek mburoja e muslimanit. Tek mburoja e muslimanit. Thot Aisha radhiyallahu anha, e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kam dëgjuar që gjithmonë kur dilte nga nevojtoria thonte një fjalë. Pra kemi lutje të posaçme para hyrjes në nevojtore dhe çfarë më thon pasi dilësh. Kur dilsh prej nevojtorës je lelu, je shkarkuar. Atë çka do të më thon? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thonte ghufranak. Faljen tënde Zoti jon. Faljen tënde Zoti jon. Për çfarë arsye? Nga se je shkarku dhe ke qenë në një vend ku ta janë shejtanët, ta janë domodin njerëz gjërat e liga dhe ti ki pas nevojë me shku domosdoshmërisht më shkarku në atë vend. Atar kur dilsh prej atij vendi çka thua? O Zot falem. Megjithëse është nevojë që Zoti ta ka bë, prapse pra dush me thënë o Zot falem. Ghufranaka. Kjo është hadithi kur dilet nga vendet e dyta. E ne ghufranaka do të më thonë edhe shumë herë. Kur del pi shumë portaleve, do të më thonë ghufranaka. Ka një herë kur e shim televizorin, shka së shef ati, do të më thonë ghufranaka se ke dal prej vendit të dytë. Andaj ghufranaka thuhet kur del nga vendi i lig dhe vendi ku aty ka pas prej shejtanëve. Pastaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka bërë edhe doa të tjera të cilat tham se i ka përmend autori i librit Mburoja e muslimanit. Hadithi radhës, që është prej haditheve të mëdha të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, është hadithi ibn Abbasit, ku tregon ibn Abbasi se një ditë për ditëve kam bujt të pejgamberi alaihi salatu wassalam dhe kam fal namaz me atë. Dhe ka tregu gjatë se si pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam flinte natën dhe pastaj zgjohej dhe falte namaz.
Dhe njëra prej duave që e ka transmetuar Ibn Abbasi gjatë namazit të natës pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Abbasi, thot u zgjua pasi fleti dhe e mor atë enën çka e kishte me ujë, mor abdes dhe pastaj nuk e teproi, por e mor abdesin shkurtimisht dhe u ngrit për tu fal. Atëherë thot unë u drejtova nga ana e majtë e tij. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka kap dhe e ka nxjerr nga e djathta e tij. Pra ajo është lidh nga e majta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerr nga e djathta. Dhe kjo është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, se kur njeriu falet me imam dhe janë dy veta, njëri del imam, tjetri lidhet ngjit me ta nga ana e djathtë. Ngjit me ta nga ana e djathtë. Kjo është aspekt juridik ku duhet mësuar se si falet namazi. I fali 13 recate. I ka fal 13 recate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot dhe pastaj zgjohej me ezanin e Bilalit për namaz. Me ezanin e Bilalit për namaz. Thot Ibn Abbasi, dhe prej duat që kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke e bë në këtë kohë, cila ka qenë kështu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nura. O Allah, ka thënë, më bëj që në zemrën time të ketë nur, më jep dritë. Të ndërum xhamat, njeriu nuk është i përbën veç pi mendjes, as veç pi trupit, por është edhe pi zemrës dhe shpirtit. Andaj duhet me lut Allahun mi dhon Zoti nur, mi dhon Zoti dritë, se përndryshe nuk sheh. Dhe shikoni pejgamberin alayhi salatu wasalam në fundin e errësirës së natës ka bërë këtë dua, Allahumma ij'al fi qalbi nura. O Allah, më bëj në zemrën time dritë. Pse dritë? Se mos më dhon Allahu dritë nuk sheh. A sheh njëri veç me mene? Jo. A sheh veç me sy? Jo. Sheh edhe me zemër. Sheh edhe me zemër. Për shembull, ata të cilët nuk e besojnë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, a i kanë trunt me veti? Po i kanë. A janë inteligjent? Po janë, mund të kanë super inteligjent. A janë të mëshëm? Janë të mëshëm. A e din se ka Allah dhe ka pejgamber? Po e din, me tru e din. A kanë mundësi fizikisht me e prej Kur'anin? Po. A kanë mundësi fizikisht me arë në xhami? Po. Pse nuk e bëjnë? Sepse s'kanë dritë. Nuk kanë dritë. Pa këtë arsye, të qenurit njeri i mëshëm, inteligjent, i aft fizikisht, nuk e bën të aft me besu, nuk e bën. Apo, për shembull, çështja e dashurisë. Njeriu nuk mundet me dash me zor. Njeriu nuk mundet me dash me zor. Për shembull, mund me kuptu shpejt, po nuk e do. Ti ka mundësi për shembull e kupton një çështje në sekond, po nuk mundesh me dash sekond. Për shembull, merre me thonë njëri, ta kompru që këtë doste duje. E ti thu, ka dalë. A janë ishtot, kjo shumë i mire, bujare, i gjimerte, a i disa i meqëm, ti që a i thu, o, këtë në regull, i meqëm, këtë super. A ma mbash që ashtu të shpejt, së muj me e dasht. Po do të une, nuk ka cilësit mirë që se ka, këtë në regull. Po une muj me të rënejt tije, po që pe duhe. Po s'le du, po zemra se do. Pra dashnia është një procedurë e cila ec pak ko, dhe ka mundësi me zonë vend për një sekund. Ka njëri një herë që di kanë, dashuron ta, kur nuk i delbi zemrë. Mirë po, a ka mundësi më ju imponu zemrës diqka? Jo. Andaj nuk e njohë njeriu në ata të se dojnë me ja imponu diqka. Jo, rasisht Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e ka bo liqë për fejën e vetë, se feja nuk mbahet pa dashni. A mund është ti mu falë pa u dash, pa dash me falë? A mund është me arë në gjumat pa e dash gjuman? A mund është ti me agjeru pa e dash agjerimin? A mund është ti me bo një vej për të fejës pa e dash? Jo. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në ligjin universal që ka ba, la ikrahe vid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. S'ka me ja imponu kur kujt fejen. S'ka me ja imponu, si dojë me hinet hinje. Fa men sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush dojë le të besoje, kush dojë mos besoje. Pse ka lënë Zoti kështu të lirë? Që zgjedhja jote vetjake të jetë ma e drejtë në përgjithësi. Kur të thuhet ti, a e ke zgjedhë vetë që ta? Po, përgjigjo tash. Përgjigjo tash. Ti shkon në market dhe merr çka dush. Edhe ato nuk ta imponojnë ti, thotë merr çka dush. Vetëm atje te kasa çka thonë, çka ke marr, vetë çka ke marr, nuk e dim çka ke marr. I pagun vet. Kështu edhe dunjaja, ti çka dush ban, ti vet bani ato, po vet i pagun ato.
Pa këtë arsye shiko, dashnia nuk imponohet. Dashuria nuk imponohet. Do se nuk do njeri, nuk ka këtu dhunë. Ti feja se nja imponon me dhunë. Pa këtë arsye shiko, pejgamberi alayhis salam na mësonte se gjërat nuk bëhen vetëm me inteligjencë, as vetëm me aftësi mendore. Jo, bëhen me dritë. E ati që ka Zoti nuk i jep dritë, ai s'mund me besue. Pa këtë arsye imani është dritë në zemër. Allah na shtov këtë iman, ja Rabbal Alamin. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në duan e tij në namaz natë. Ka thënë: o Zot, bëj zemrës time dritë, japi zemrës time dritë. A ka mundësi me depërtu dritën aty? Jo, s'ka mundësi me depërtu. Çish ka mundësi? Edhe kirurgi më i madh në botë që bën intervenime në zemër, ai s'mundet me shtin ur aty. A mund të thonë shtin me një llamp çtu? Jo, s'mund, defekto. S'mund me shtin llamp. Apo edhe kur të mshelat ajo bëhet tërë, vetë Zoti e zgjeron me dritën e tina. Allah i zgjeron zemrat tona dhe i bën të ndriçuara ya Rabbul Alamin. Pastaj ka thënë: "Wa fi sam'i nura." O Zot, bëj veshit tim japi dritë. Çuçi i jepet veshit dritë? Çuçi i jepet veshit dritë? Veshi është copë lëkure, e ka furnizuar Zoti i Madh xhel xhelalu me shqisa të veçanta, dhe me qeliza dhe nerva të veçanta që e perceptojnë zanin. Jo veç kaq, e perceptojnë zanin dhe e morin zanin e madh dhe e minimizojnë në nivel të veshit. E minimizojnë në nivel të veshit. Jo rastisht ka kanale të ndryshme derisa depërton deri tek ajo nervi kryesor ku e pranon zanin. Dhe nëse bëhet shumë e madhe, atër veshit jep sinjale që s'po muj me durumo. Jo veç kaq, e ka furnizu Zoti me qeliza inteligjente, të cilat e dallojnë zanin pi zanit. Një herë regjistron veshi zanin, edhe pasaj gjithmonë e di se ç'ki zani ai filanit. Andaj ti e sheh pas dere, thot filani jam, ti hiç pa e di temnin, thu tamam e di kush je. Hiç pa thon, pa ta kallzu emrin, se thu e njofta për zani. E njofta për zani. Këta ka bëu Allahu gjë për begative. Ti e dëgjon zanin. Njëri e dëgjon me vesh fjalën e mirë, e dëgjon edhe me vesh fjalën e keqe. Ata që ka thonë pejgamberi alayhis salam: o Allah, bëj veshit tim dritë. Japi veshit tim dritë. Pse dritë? Që ta dëgjoje vetëm të mirën, që kur ta morë zanin e mirë, ta perceptoje mirë. Kur ta morë Kur'anin, ta perceptoje mirë. Kur ta morë fjalën e pejgamberit sa ta perceptoje mirë. Kur ta dëgjosh fjalën e mirë, ta perceptosh mirë. Dhe sa herë neve në ndodh që e dëgjojmë një fjalë, po perceptori na e lexon nga gabim. Që kisi me të keqe tha këtë laf. E gjujti ki, fellë gjujti, largë gjujti, të mësilin. Apo, ne jemi mësue me u amarë njerëzve fjalët mbrapsht. Apo, dhe kjo është argument se ne nuk kemi dritë. E drita që ka banë të ndërum gjëmat? Drita e banë që njeriu me i perceptu fjalët këtë pozitiv. Me i perceptu fjalët pozitiv. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përmetëm hadithin për shërptorin i cili ka gabuar një ditë për ditëve një sahabijut. Çka i tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam? Tha arsyetoje. Tha ja Rasulullah, po unë sa herë të arsyetoj këtë që ka gabuar shpesh? Tha deri në 70 herë në ditë arsyetoje. 70 herë në ditë. Çka i bie kjo për shembull? Njëri më t'i thon ti 70 fjalë që janë me te, edhe mirë dhe keq. Ato të këqijat janë të këqija, ama fjalë që janë 50-50. 70 për të në dhujej, mirë dashni me më thonë. Mirë dashni me më thonë. Kjo është kur ki dritë në shpirtin tanë, kur ki dritë në veshin tanë. Sa njeri Kur'anin lexon se ne kupton se s'ka nur. Apo, a ka ilaç më të mirë se Kur'ani? S'ka. A ka ujë pastrimi më të mirë se Kur'ani? S'ka. A i pastron këtë ki Kur'an njerëzit? Jo. Se toka kuro e prisht, kuro e lik, s'pastrohet ajo. E dyta s'pastrohet ajo. Andaj Allahu xhel xelaluhu i jep njeriu nur në veshin e tij që ti percepton gjërat mirë. Por këtë arsye ka bëu dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ala sam'i nura, pas ka thënë wa an yamini nura. Ka thënë në djathtën time bëjmë dritë. Në djathtën time bëm dritë. Wa an yasari nura, dhe bëm dritë nga e majta. Njeriu të ndërum xhamat është qenje, edhe pse e ka vullnetin e madh, strukturën e vogël e ka. Dy duri ka, di kam. Po nëse merr strukturën e njeriu, nuk është e madhe. Është qendra koka, pastaj është struktura e kurrizit, para pas, apo
edhe kam të tina. Kaq. Mirë, me çto dy dur dunjan e përshkruan. Apo keni pa kur flet njeriu djathtas, majtas, për pje, te poshtë, kur shijon diçka përdor çfarë? Përdor durt. I përdor durt, se çato i ka. E këto i duhet njeriu me pas dritë, me pa djathtas, me pa majtas. Apo atëra çka thot pejgamberi alayhis salam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa a'zim li nuran." Thot pejgamberi alayhis salam: "O Zot, më bën dritë nga e djathta, më bëj dritë nga e majta, më bëj dritë nën meje, për nën kam të mia, më bëj dritë para meje, dhe banëm dritë pas meje, dhe shto ma o Zot nurin." Transmetim tjetër pejgamberi alayhis salam ka thënë: "O Zot, në nervat e mia bëm nur, në mishin tem më jep nur, në gjakun tem më jep nur, në flokët e mia më jep nur, në lëkurën time më jep nur." Dhe në dua tjetër ka thënë pejgamberi alayhis salam: "O Allah, mashto nurin, mashto nurin, mashto nurin." Njeriu të ndërum xhamat i duhet nur, i duhet dritë. Njeriu në këtë dunja ka shumë zullume, ka shumë errësira. Apo e shikon njerëzit ankohen prej zullumeve ndryshme, prej padrejtësive të ndryshme. Dhe më e madha pikë kësaj cila është kur ti nuk di me bë balancë, s'ki dritë. Apo keni pa njeriu për shembull kur është duke ecë ditën, ndryshe e percepton rrugën. Nëse të rrohet, e nal pak. Pse e nal? Se nuk shef. Apo aq më shumë që nuk e shef rrugën përpara, në atë përpjestim e ndal shpejtësinë vet. Sepse nuk ka të pa rrugën. Keni pa kur bin mjegllat, midis dite, ti e nal shpejtësi se nuk e tu pa. Andaj, në gjithë ta çështjet besimtari ka nevojë për dritën e Zotit xhelel xhelalu. Udhëzimet e Zotit te bareke ve teala, të cilat neve na lehtësojnë rrugën. Kjo rrugë është me thera, me shku në ahirat o me thera. Nuk shkohet lehtë të ndërum xhamat. Nuk shkohet lehtë. Andaj duhet njeriu mbështetje e madhe te Zoti te bareke ve teala. I duhet durim i madh, i duhet sabër i madh. Pse? Sepse rruga është e gjatë. Dhe vështirësitë janë të mëdha. Dhe njerëzit ta zojnë rrugën, e xhinët ta zojnë rrugën. E kështu me radhë, dhe ti duhesh këtë këta me kalue sa më mirë. Këtë këta duhesh me kalue sa më mirë. Për këtë arsye ka qenë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej duave që i ka bëu pejgamberi alaihi salatu wasalam të shumta janë të regjistruara në librin Buroja Muslimanit, secili prej juve ka mundësi, është libër i vogël, mund ta mbani në dorë, po tash është edhe nëpër telefona ka mundësi njeriu me shkarkue dhe me i bë të gjitha duat të cilat i ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kapitullin e radhës e ka titulluar Imam Buhariu Babun ad-du'a 'inda al-karb. Duaja kur ki zor të madh, kur ki bela, kur ki vështirësi të mëdha. Çka do të më thonë kur ki e zor të madh? Pse e ka sjell këtë dua? E ka sjell Imam Buhariu këtë dua pas shumë duave të shumta. Pse kapitull të veçantë? Se një numër i madh i njerëzve Zotin veç në bela e njohin. Ha? Këto dua të shumta që i bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë shumë të mira. Gjithë të dua, ligjëratat të tëra pejgamberi sallallahu ka bëu këtë dua. Mirë, por nuk janë dua të zorit. Janë dua të cilat bëhen të përditshme. Pastaj ka thënë babu du'a indal karb. Dua janë zor, ha? Dhe dallon. Shumica e xhamatlive për çfarë duaje? O xha, e dibën ai dua se e kam një zor, një zor të madh ka. Ama kuron çef, s'bën dua. Kuron çef, e thot një elhamdulillah çështu, si shpejt, apo? A kuron zor, e mëson ngjerm për ngjermë, ha? Keni pa kuron zor doktorin çengon, ngjerm për ngjermë. Çka do të më pi, çka do të më hangër, çka do të më bëj, ku do të më shkuaj, pse? Se on zor. E çënja njerëzore fatkeqësisht nuk është dash me kon kështu. O dash me kon më e mëshme se çkaç. Jo mu lazdru kur ki të mira. Por me falënderu Allahu subhanahu wa taala. Me bë dua edhe kur i e mirë. Me bë dua edhe kur s'ki asnjë problem. Apo që të tjetë e efektshme duaja kur ki zor. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka do të më than kur ki zor? Pse kur ki zor vetëm? Sepse njerëzit kur janë rahat e kanë lehtë. Ama kur janë zor, ata ta mësojnë dua se do të më bëj dua. Atëherë Imam Buhariu çka bën? Ka bërë dua të shumta të përgjithshme, pas e ka thënë dua janë zor. Se njerëzit kur janë zor i mësojnë duat.
madje vetëm zor kur jam shumica e njerëzve lutën Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka përmend Zoti jon te bareke ve taala këta në Kur'an. E kur ki zor të madh, çka do të më thon? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadith që kanë nxjerr Imam Buhariu në Al-Adab al-Mufrad nga Ibn Abbas radhiyallahu an, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yad'u inda al-karr. Kur kishte zor të madh, karr o kur dua, kur belaja do të shqetësu shumë. Çka than belaja? Jahdel bela. Kur ti e kini bela, ta ka hub këtë menën, i ke arru këtë punë të tjera. Kini po njeri kur ka zor të madh, smuje, dëni bela të madhe, çfarë ban? I harron marrë këtë tjerat. E thirr dikush për diçka. Leve do të kam bela tjetër, si kam mend aty. Që kjo është ajo belaja e zorit. Çka do të më thonë këtë dua? Në këtë rast ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la ilaha illa Allah al-azimul halim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e tij të njohur gjatë vështirësisë së madhe, ka thënë, duhet me thënë la ilaha illa Allah. Pse la ilaha illa Allah? Se këtë bela pja ti nalë të kije, çdo të mirë pja ti nalë të kije, po edhe zorën e kije pja ti nalë. Andaj e kthen çështjen te ai çka e ka quë, e kthen çështjen te ai çka e ka quë, dhe e kthen çështjen te ai i cili nuk i kthehet fjala. A mundesh mi thonë po unë s'kashme për këtë bela? Kush e do të vetë ti? Na të kena sjell në këtë dunja me të sprovue. Ti nuk mundesh mi caktu Zotit çka më sprovue, çka mos më sprovue. Andaj thu la ilaha illa Allah. Nuk ka Zot i cili meriton adhurimin me hak përveç Allahut subhanahu wa taala. Al-azimul halim. Ajo është i madhi dhe i buti. Shiko, i madhi dhe i buti. Si ka bashku këto dy emra? I madh ta çon belajën pa vet, i but ta largon, prit se ta largon subhanahu wa taala. Andaj shiko sa mirë i thurte pejgamberi alayhi salatu wasalam lutjet e veta në çdo përshtatshmëri. Tash kam zor të madh. Pyetja e parë, kush ma çoj këtë zor? Allahu, la ilaha illa Allah. A mundet më gjetë rrugë me neutralizu këtë zor? Mos me ma çu muaj? Jo, el adhim. I madh është ai, se vetë kërkan. Pas e ka thënë halim, ai është i but. Ai është i but, nuk ta ka çu me të torturu, nuk ta ka çu belajën me të mundu. Po belajën ta çon Zoti i Madh xhelexha me të mësu. Me të mësu. E kur nuk mëson jashtë belas, duhet me ta çu belajën për me mësua. Apo, andaj, o merr i bret në histori, o ti e geografia e dikujna që bëhet pastaj histori e dikuj tjetër. Apo, Allahu që çdo popullit i thonte, merr në i bret për historisë. Merr në i bret për historisë. Çdo populli që vinte i thonte, "Këtyre popullin e kalum, e kemi shkatru, merr i bret. Historia është ajo." Ama kur s'merr vesh për historisë, atar duhet me të bëj ti gjeografi. A si do morr vesh për atina? S'merr vesh për popullit Nuhit, populli Adit, populli Themudit, popull të ndryshëm që Zoti ka shkatruar, faraona të ndryshëm, s'merr vesh. Po, atëherë, nëse nuk e din historinë, do të me të qundeti. Ama jo me të la, me të mitën ta. Faraoni nuk mirë të i brat për të kalumve, i Musa që ka i thante, o Firaun, sa njeri para ti Zotit ka shkashtruhe, mos u ban arrogant Zotit. Jo, mitë është ndeti. Andaj, la ilaha illallahu al-azimul halim, është duaja e vështirësisë kur ki zor. Pas e ka thënë, la ilaha illallah prap, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, Zot i qijeve dhe i tokës. Pra nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahut, ai është Zot i qijeve dhe i tokës. Krejt që ka lëviz në tokën qile ka ndorë Allahu. Mos jo nga kur kujna, mos mendo se filanit asos punën, veç Allahu subhanahu wa taala asos punën. Njerëzit janë sebepe, njerëzit janë ligje, norma tokës. Ama këta së në lëvizin pa urdhin hinor, pa urdhin qellor. Krejt është e lidh me qilën. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahut, ai është Zoti i qiellit dhe i tokës. Pas e ka thënë wa rabbul arshil azim, dhe ai është Zot i arshit të madh. Prej 7 palqijeve mbi arshin e tina e drejton Allahu subhanahu wa taala kanë universin e vet. Andaj ankoju ati, lutju atina, përgjoroju atina, kaj para tina. Nuk të sos pun për vetë Zotit kërkush. Edhe nëse je ma i fortin bot,
edhe nëse e nje ki dunjajën, edhe nëse e ki punë mirë me mbretin, e me krijetarin, pa dash Zoti i Madh xhelexhan nuk sosat kur gjë. Andaj lutjo ati, përqorojo ati, bersejsh dhe parat, bar ruku parat, dhe bëj lutjet shumë të drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e ka bëu pejgamberi alaihi salatu wasalam gjatë vështirësisë. E nuk ka njeri që s'ka vështirësi. Mirë, po cili është dallimi mes neve dhe pejgamberit alaihi salatu wasalam? Për shumë dallime të shumta. Shiko, gjithë këtë dua, pastaj një dua e zorit. Pejgamberi nuk e ka njohur Zotin vetëm në zor. E ka njohur Zotin çdo gjendje. A fatkeqësisht ne e njohim Zotin kur? Kur e njohim Zotin? Kemi doni bela, doni shqetësim, doni smuje, doni zor. A në rahati, a nuk e njohim Allahun subhanahu wa taala. Lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, që Allah t'i pason zemrat tona, që Allah t'i ndriçon zemrat tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah na jep edukatën islame, që Allah na jep moralin islam, që Allah na largon nga zullumi, na largon nga padrejtësia. Mos ta bën Allahu as zullumqar, as të bëm zullum. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelal xhelalu musliman kudo që në përbot Allahu t'i ndihmon. Fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet edhe bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.